Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në fillim të pushimit veror, një pushim i gjatë relativisht, veçanti për nxënësit e nivelit fillor, mesëm, por edhe atij universitar. S'ka dyshim se besimtari e ka breng shfrytëzimin e kohës në gjatë tërë vitit dhe në përgjithësi, sepse koha është gjëja më shtrejtë që Allahu Azza wa Jalla ka begatuar njeriu pas imanit. E në veçanti brenga të vëllezër duhet të shtohet ose gojlja, preokupimi se si ta shfrytëzojnë fëmijët tonë këtë pushim, që nëse ne përkthejmë në ditë i bie 85 ditë pushim për nxënësit të shkollave të mesme, kurse afër 70 e disa ditë ose 60 e disa ditë pushim, 75 ditë pushim për shkollat fillore dhe të mesme të rrugë. Nëse përkthejmë në orë të dashur vëllezër besimtar, i bie që nxënësit të shkollave të mesme gjatë pushimit veror i kanë mbi 2000 orë pushim. 2000 orë pushim janë shumë. Janë të vlefshme nëse ato shfrytëzohen për gjëra të dobishme. Dhe përmes këtij pushimi njeriu ka mundësi me mri shumë. Ka mundësi me kompenzu shumë çka i ka ikë ndoshta gjatë vitit shkollor. Ka mundësi me përfitu në ato fusha dhe lëmi ku ndoshta s'ka mujt me mësu gjatë shkollës së tij ose gjatë vijimit procesit mësimor. Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Dy begati njerëz nuk i çmojnë sa duhet. Kështu po thot profeti alayhi salatu wassalam, shumica njerëzve kathirun min an-nas janë të hutuar, të mashtruar, pra i kanë ju iku një kaloj dhe nuk i shfrytëzojnë. Shumica njerëzve, as-sihhatu wal-faragh, koha e lirë dhe shëndeti. Shëndeti dhe këto dy dashurëse besimtarë rinia në përgjithësi kanë tash me shati gjatë vetës. Andaj do duhet që të rritë, po në veçanti prindrit të tyre, të preokupohen më tepër se si fëmijët e tyre të shfrytëzojnë këto ditë bekuara të shtrejta për fëmijët në mënyrë që përfitojnë me pakta të mos i harxojnë atë që ju kthehet me të keq ose janë të dëmshme për ta. Ka shumë familje që shfrytëzojnë dashurëzër, ka shumë prind që kanë projekte që i ofrojnë fëmijëve të tyre gjatë verës. E prej projekte dhe më të mira, më të suksesshme, më të dobishme, janë kurse të ndryshme që mbahen gjatë verës. Sepse të dashurëzër, kurset i kanë disa përparësi. Fillimisht mbahen ato lëmi dhe fusha që ndoshta gjatë procesit mësimor nxënësit s'kan mujtë t'i mësojnë. Janë të shkurta, janë të përgatitura mirë, shoqërohen edhe me aktivitete të tjera stimuluese tërheqëse që e bojnë më të lehtë pranimin e tyre dhe mësimin prej tyre. Në fusha të ndryshme, kudo që fëmiu e gjen veten e tij në kurse të dobishme, por është mirë që prindi me i parapri, në veçanti moshat e reja që ende ndoshta nuk janë në fazën që ata arrin me kuptu rëndësinë e kurseve, në veçanti disa kurseve që
të mirat e ti ndoshta rezultatet e tyre janë më të mëvonshme. Nuk I prek tash. Nëse mëson një gjuhë të huaj, nëse mëson një gjuhë të huaj, ti nuk je më vetëm filoni, ti tash je boj vetë I dyti. Nëse mëson 2 gjuhë të huaja, ti je tash vetë I treti, pra ti vlen sot 3 persona. Nëse mëson një zanat, nëse mëson një cilën dëfush, aftësohesh, ja ke hau veti rrugët. Në IT, programim, gjuhë të huaja, e kështu me radhë, tema tilla të nevojshme të kohës, trendit, që bota është duke shku drejtë, ka që to zanatë është mirë që të rive mos më mungu këtu. Është mirë që nxënësat e shkollave të mesme mos me kalu shkollën e mesme pa e ditë s'paku gjuhën angleze, po edhe gjuhën gjermane. Këto janë për dunjallok. Nuk është mirë me shku shkolla e mesme pa e ditë mirë programimin. IT, sepse koha është doshë dhe zërë. Duhet t'ju përshtatemi rrethonave që jemi duke jetuar. Nëse tash IT-ja ka arrit në këtë nivel të mahnitshëm, teknologjia, inteligjenca është zhvillu aq shumë, ku do të arrijë pas 10, 20 ose 30 viteve? Andaj bëhuni gati prej tash. Shkolla rinia ka lënë shpejt. Mos u mashtroni me marr rroga tash në kohë në shtojnë shkollë mesme. Vetëm ndonjë rast specifik, ndonjë familje që është shumë gjendje të rëndë, ato familje që I kanë prind në punë dhe kanë të hyra, unë preferoj që fëmijët e tyre pushimin me kalu në kurse. E nëse nuk shkojnë në kurse aftësimi, atëherë më mirë me punu se sa me nejtë këtë. Por nëse ka mundësi me shfrytëzu pushimin, po edhe kohën pas shkollimit, pro pas procesit mësimor, mas dite, ose para ditën varësisht për I plane, me shfrytëzu në kurse aftësimi, kjo është më së nevojshme për të riu në sotit dashur vëllezër. E pastaj mundesh me punu dhe me konkurru në firma prestigjioze ndërkombëtare. Sot 33 aton, kogja shumë për tyre, alhamdulillah, prej venit këto punojnë, janë aftësu dhe punojnë për firma dhe menaxhojnë projekte për firma ndërkombëtare të njohur. Këto kanë bërë me punë, sepse janë aftësu në gjuhë dhe në programim IT. 2 zanate nëse mund t'i quaj që nuk janë të vështira, por dojnë përkushtim. Andaj mos janë ashkaleni të dashur besimtar. Orientoni fëmijët tuaj, në veçanti në kohën në moshë të reja. Orientoni sepse është mosha e aftësimit, është mosha e zhvillimit, është mosha e marrjes. Nuk është mosha prej moshë shumë të re me fillu me I fut në përpuna, sepse edhe në varën pastaj prej lekut, edhe në ngelen ndoshta mrapa në disa çështje të shkollimit dhe të aftësimit. Po është dhe prej kurse të rëndësishme, shumë të rëndësishme, madje obligative për shumicën dërmuese të popullatës tonë janë kurset fetare me karakter fetar. Sepse jemi besimtar 96%. Dhe kemi për obligim me mësu fen tonë. Obligim e kemi vllazër. E kemi obligim, thot profeti alayhi salatu wassalam, në natën e varrit do t'i bëhen 3 pyetje secilit njeri. Men rabbuk,
Kush është Zoti yt? Me dinuk, cila është feja jote? Me nebiuk, cili është pejgamberi yt? Ta ti kemi obligim me mësu fen, me mësu parimet e fes, me mësu bazat e fes, në veçanti një opërcirë gjeneratave të ashme tepër, kur në shkollat tona nuk mësohet feja. Kur në shkollat tona nuk figuron asnjë lan me karakter të edukimit islam. E këtë bashllëk, e këtë mungesë duhet ta plotësojmë dyqysh. E njëra prej mënyra për me plotësu atë bashllëk dhe atë nevojë të madhe që ka rinia dhe të rit, po dhe popullin përgjithësi, mësimin e bazave të fesë, mësimin e edukatës së shëndosh, janë mësimet, kurset e mësim besimit të vazhdueshme që mbahen në shumicën, mos thënë gjitha xhamitë e Kosovës, e në veçanti kurset verore, sepse edhe fëmijët janë të lirë, edhe fëmijët janë pushim, edhe ashtu ata kanë nevojë të merren me diçka, andaj të dashur prind, orientoni drejt këtyre kurseve. Orientoni drejt këtyre kurseve. Ndoshta ai si fëmijë në moshën 6, 7, 8, 10, 11 nuk e kupton në rëndësinë e mësimit fesë dhe të edukatës. Ndoshta ai ka dëshirë me shku me lujt futboll, në rregull është. Por orientoni këtu ku ai do t'ja shëhajrin edhe tash duke qenë i ri, po edhe kur të rritet, po edhe kur të plaket, po edhe pas vdekjes, deri ta pe Allahun subhanahu wa taala. Mësime të cilat e përcjellin njeriu çdo moment, i duhen njeriu çdo moment. Ndoshta ato kurse të tjera që e përmenda më herët janë të rëndësishme për përfitim të dunjallahut dhe duhet të aftësohemi to. Por këto kurset me karakter fetar dhe edukativ, këto i duhen njeriu çdo ditë, çdo natë, çdo moment, çdo kohë. Gjitha gjenive, të gjitha moshave i duhen të riut, i duhen plakut, i duhen burrit, i duhen gruas, andaj orientoni fëmijët tuaj drejt atyre kurseve, drejt atyre vendeve ku mësohen mësimet të mira të dobishme, ku mësohet edukata të dobishme, ku mësohen gjëra të cilat e ruajnë individin, e ruajnë familjen, e ruajnë shoqërinë, rritet një shoqëri dhe një brez i ndershëm, i kulturum, i edukum, i imunizum me besim dhe me iman, karshi dhe pastaj me lehtësi ndoshta ose me lehtë kati përballoj sfidave të cilat po ballafaqohet ose ballafaqohen çdo ditë në jetën. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu azza wa jalla ka thirrur në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, runi vetën dhe familjen tuaj, pra runi vllatë tuaj dhe familjen nga zjarmi i xhenemit, e ata prej mënyrave të ruajtjes familjes dhe fëmijëve nga e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër nga zjarmi i xhenemit është edhe edukimi i tyre në rrugën e drejtë të profetit alayhi salatu wassalam. Gjëja më e shtrejtë që një prind ja trashëgon dhe ja lën fëmijët të tij është edukata e shëndosh. Këto mësime dhe kjo edukatë merret edhe në këto kurse padyshim, madje janë ndër objektivat kryesore të këtyre kurseve është mësimi i bazave të fesë dhe mësimi i edukatës së shëndoshme me fillte për këta të ri dhe të reja. Allahu azza wa jalla i ruaj të ri dhe të reja tonë ya rabbal alamin. Allahu na ruaj fëmijët e nxënësit tanë, Allah e boftë pushim të dobishëm për fëmijët dhe për familjet në përgjithësi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.